Përshëndetje shenja virgjëreshës, kjo është panorama e interpretimit javor. Kjo javë për ju nis me një ndjesi ndalese apo peshe që nuk mund të injorohet. Karta e malit nënkupton se diçka duket e bllokuar, e ngadalt ose kërkon më shumë përpjekje nga se që kishit menduar. Ju mund të ndjeni se rruga nuk është e lirë, sikur duhet të përballeni me një pengesë që kërkon durim dhe këmbgulje. Megjithatë, menjëherë pas kësaj vjen karta e peshqve. Dhe peshqit janë një energji që lidhet me rrjedhën, me financat, me vlerat dhe burimet. Kjo sugjeron që edhe pse ka një pengesë, çështjet materiale ose mundësitë për përfitim janë ende aktive. Ju mund të jeni duke menduar për të ardhurat, stabilitetin ekonomik ose një rrjedhë që duhet menaxhuar më me kujdes. Energjia hapet me kartën e kopshtit dhe kjo është një kartë që flet për një sferë sociale, për kontakte, rrjete dhe ndërveprime. Ju mund të përfshiheni me më shumë njerëz, me më shumë bashkëpunime apo ambiente publike. Kjo kartë gjithashtu tregon se zgjidhja apo mundësia nuk është vetëm brenda jush, por edhe te lidhjet që krijoni jashtë. Në këtë kontekst shfaqet karta e Ariut. Dhe Ariu nënkupton një figurë force, autoriteti apo kontrolli. Mund të jetë një person me ndikim në punë apo në jetën tuaj, ose mund të jeni ju vetë që merrni një rol më të fortë dhe vendimarrës. Ka një energji fuqie këtu, por do të thoja edhe një nevojë për të mos u bërë shumë kontrollues ose dominante. Brenda kësaj dinamike vjen një lehtësim i vogël me kartën e tërfilit. Tërfili nënkupton një fat të vogël, një mundësi që vjen pa pritur. Ju mund të merrni një shans të mirë, një hapje të vogël që e bën situatën më të lehtë dhe më optimiste. Dhe kjo pasohet nga karta e letrës. Letra nënkupton komunikim, mesazh, dokument apo lajm konkret. Diçka bëhet më e qartë përmes fjalëve, një përgjigje që ndoshta ju e prisnit, një ofertë për disa, një bisedë që ndryshon drejtimin. Por java kërkon edhe një pastrim përfundimtar me kartën e fshesës. Ju mund të përballeni me diskutime, me sqarime apo tensione që dalin në sipërfaqe. Kjo është pika ku duhet të flisni hapur dhe të nxirrni jashtë atë që nuk funksionon më, edhe pse mund të jetë pak e fortë. Kjo energji shërben për të pastruar rrugën. Në Prism Oracle kemi lumturia. Pavarësisht fillimit të rënduar, mesazhi final është shumë pozitiv. Lumturia vjen përmes çlirimit dhe qartësisë. Ndonjëherë duhet të kaloni përmes një pengese, përmes një kontrolli dhe një diskutimi për të arritur te një gjendje më e lehtë dhe më e lumtur. Duket se ju filloni me një bllokim, por përmes lidhjeve, fuqisë personale dhe një mundësie të vogël, ju mund të arrini në një qartësi. Pas një komunikimi dhe një pastrimi të nevojshëm, hapet rruga për më shumë lehtësi dhe kënaqësi. Paçim!